أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيد المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. E falenderojmë dhe madhrojmë si çdo herë Allahun e lartësuar, I cili është I pari pa fillim, I fundit pa mbarim, I cili është I dukshmi dhe I padukshmi, vetëm atë falenderojmë, vetëm atë madhrojmë, dhe vetëm prej Tij ndihmë, falje, rahmet, mëshirë dhe udhëzim kërkojmë. Paqja dhe mëshira Allahut bashkë me selamet tona, lutjet, salavatet tona qofshin për pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Pastaj lutemi edhe për familjen e Tij, shokët e Tij dhe lutemi për këtë besimtarët e besimtarët, gjallës e të vdekun dhe për ata që do të vinë pas neve deri në ditën e Kiametit. Po nisëm këtë seri të ligjëratave me falënderim ndaj Allahut të lartësuar, I cili na mundsoi që me kry serinë e kaluame dhe po na mundson me nis një të re. Elhamdulillah, falënderimi qoftë për Allahun që na bani pikësvari musliman. Lavdë qoftë për Allahun që në zemrat tona vendosi iman dhe na bëri prej pjesëtarëve të ummetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam. E jemi së bashku në këtë seri të re që ne e kemi emërtu një udhëtim në përkofshtin e të devotshmëve të Imam Neveviut, komentim I veprës Riyadus Salihin. Po shpresojmë që në serinë e kaluame kemi bisedu disa tema të nevojshme që ai kemi pa të arsyeshme për kohën edhe rrethanat në të cilën jena, edhe për gjatë këtyre 21 takimeve që I kemi pat, ose më saktësisht 5 muaj sa kemi qenë bashk, kemi fol për disa tema që na vijnë edhe si musliman në përgjithësi, po edhe shoqërisë tonë në veçanti. Po synimi jonë është mos më unal veç me kaq. Synimi jonë është marrë ngadalë të ngrit nivelin, edhe prej serisë së kaluame që temat I kemi formu vetë, edhe kemi fol atë se çka kemi desht, në këtë seri e kemi pak më ndryshe. Këtë seri përpara vetes e kemi një libër të një dietari, të cilën kemi me lexu së bashku, edhe kemi mundu me nxjerr diçka prej asaj që Allahu na mundson. Tash gjithë secili prej juve mundet me pyet pse një libër të Imam Neveviut, edhe pse bash Riyadus Salihin. Për këto dy pyetje I kemi edhe përgjigjet, elhamdulillah. Fillimisht e kemi përzgjedh shejkhun ose Hujjatullah, argument për ekzistimin e Allahut. I kanë thënë dietarët. I kanë thënë Muhyiddin, ringjallësi I fesë. I kanë thënë Ruknuddin, shtylla e fesë, Imam Neveviut. Emri I ploti imamit është Ebu Zekeria Yahya ibn Sharif el-Huzami, e që njihet pra dhe si Sheikhu Shafi'iyya, hoxha ose dietari I madh I mëdhëbit Shafi'i. Ky ka lind në një fshat të një qyteti që quhet Nawas, prej ku e ka marrë edhe emrin, një qytet në afër ose brenda territorit të Sirisë. Ka lind në vitin 631 Hijri. Domethënë ka jetuar në vitin 631 Hijri ka lind dhe rrugën e ilmit e ka filluar qysh kur ka qenë I vogël. Moshën 10 vjeçare ka fillu hifzën e Kuranit, edhe masanaj derisa kur ka vdek nuk ju ka nda kësaj rruge. Është interesante se si fëmijë e përmendin dietar që shejhu nuk ka luajtur sikur se fëmijë atje. Madje atje përmendet kur ka shku në xhami, mësuesi I xhamisë ka vrejë që ky ka diçka më ndryshe se sa nxënësat e tjerë. Andaj shkon te baba I Imam Neveviut dhe I thot: "Nëse ke mundësi, këtë djalë dërgoje për me studiu dinin, fenë e Zotit, se kum pa që nuk luan lojra qysh luajnë mëshatarët e tij." Madje edhe vetë ka thonë e kam urrejt me e kalu kohën kot. Kështu që ai fillimisht në fshatin e vet, pastaj në qytetin e tij, pastaj shkon në Damask, edhe nuk lën dietar vetë se pa marr ilm, edhe pa marr dituri prej tyre. Dietarët zakonisht kur janë me dituri, vetën e vet, familjen e vet, dynjan e vet e kanë lënë anash.
aq shumë ka qenë i thellum në ditori, sa që njëherë e kishte pyetur dikush, limelem të zawaj. Pse o imam si martue? Ka qenë i pamartuar. Përgjigjja e tij është mjaft interesante. Ai thot nesit, kum harru. Nuk kum pa thot kohë, thot kam harru, se kum lan thot për kur gjë tjetër pa zbatuar një sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kjo ka qenë jo vetëm traditë e Imam Neveviut, po shumica e dietarëve të mëdhaj kur janë merë me studime të fesë, dunjallakun e kanë lënë anash. Edhe kanë lënë veten keq, e kanë lënë familjen e tyre keq, që na sot, mas sa vite, me lexu frytet se çka kanë shënu duart e tyre. I tillë është edhe Imam A'mash, njëri prej tabinëve të mëdhaj të Kufës, i cili përmendet njerëz se kur ka dalë përpara nxënësave të tij, ka dalë duke qesh me të madhe. Edhe ata po e pyesin, thonë imam, çka po qesh në za? Me një formë që si u mësume pa herave të kalume, ai thot po qeshim me vajzën tëm. Thot pse? Thot isha brenda duke lexu libra e ajo thot më shikonte. Thot edhe duke më shiku mu, thot fillova edhe me shiku ata dhe po e pyeti çka po shikon. Ish habit, thot po mendoja me ledhi a'jabu ummi fike. Jem të menu qa ka po mirë që ajo nana jem që të ka pranu ty për burë. Për shkak që nuk ka mujt me ja plotsu kërkesat e një vajze, sikur se moshatarët e saj, shkaku që janë merr me ilm edhe janë merr me ditori. Kështu edhe Imam Neveviu nuk ka mujt me u martu, shkaku që ka qenë i angazhuar me një mision shumë amadhor. Tërë ditën e tij përmendet se ka kaluar brenda dhomës së tij, ku ka shkruar libra, ka komentuar Sahihun e Muslimit, ku ka komentuar vepra në tefsir, në fikh, edhe ku ka shkruar shumë libra, saqë kur e kanë llogarit dietarët për aq kohë sa ka jetuar, diku 30 deri në 40 faqe në ditje i ka shkruar me dorën e vet. Jo i ka lexuar, i ka shkruar me dorën e tij. Nuk ka pat frikë Imam Neveviu, Allah mëshiroft, me dhanë edhe këshilla. Madje kjo shpesh herë edhe i ka kushtuar. Përmendet se sultani asaj kohe kish pas lyp fetva prej dietarëve të tjerë që me i dhanë leje sultanit me marr pasuni prej muslimanëve me përgatit një ushtri kundër tatarëve. Edhe ka lyp fetva prej dietarëve që më ia leju me marr pasunin me pëlqimin e njerëzve ose pa pëlqimin e tyre. Edhe del sultani përpara ministrave të tij, thot, a kanë dhënë krejt çat fetva që po duon? Atëherë ministri thot, gjithë janë përgjigj, këto lemaja Damaskut me përjashtim të njëjtit. Edhe subhanallah, zakonisht në historinë islame, Allahu këtë din ka ditë me rujt edhe vetëm një njeri. E ka rujt Allahu këtë din sikur se kemi përmendur në seritë e kaluara me Abu Bekrin. Krejt kanë pa çef me lshu pe në punën e zakatit, shkaku i rrethanav, që kanë qenë të imponum, i vetmi Abu Bekri ka refuzu, e ka rujt Allahu fejnë përmjet tij. Ose e ka rujt Allahu këtë din sikur se kemi përmendur me Imam Ahmed ibn Hanbal, kur krejt dietarët e Bagdadit e kanë pranuar që Kurani është i krijuar, dikush me qef e dikush me zër, i vetmi ai se ka pranuar. E ky sultani po dal po thotë, a u përgjigj krejt çysh kum pa çefone? Thonë krejt e kanë dhënë atë fetva me përjashtim të Imam Neveviut. Edhe thot bireni këtu. Kur del imami përpara sultanit, thot pse nuk e dhan atë fetva që kam kërkuar me dhënë? Thot shkaku i interesave të muslimanëve. Imam Neveviu thot edhe unë e dha atë fetva, mirë po jo në këto rrethana në të cilat jemi. Thot i kam pa shërbëtorët e tua me qafore prej arit, shërbëtorët e sultanit. E i kam pa të veshura prej mëndafshit, e kam pa arkën shtetërore të mbushur. Thot kur e shoh që i ke shit qaforet e robreshave, edhe kur do ta shoh që i ke vesh me tesha të leshit robt e tu, edhe ta shoh që është zbraz arka shtetit, çatëherë dhanë fetvan që ti po kërkon për me. Edhe sultanit nuk i pëlqen kjo fetva, edhe e përzen, thot ti je i detyruar me lshu vendin. Ai thot sami'na wa ata'na, u dëgjum edhe u bindëm. Edhe del, po e pyet ministri i tij, pse se mbyte? E patë mundësinë me mbyt,
thotë wallahin, sikur se pa diçka mbi kokën e tij, edhe u friksova me mbyt. Thotë sikur se kishte diçka mbi kokën e tij, dhe të edhe më rëndësi thotë nuk dua thotë ta shoh dhe nuk dua thotë ja shoh sytë e tij. Kështu Imam Neveviu shkon në vendlindje, merret me libra, merret me studimin e fesë, derisa në vitin 676 Hijri, në minaret e Damaskut dëgjohet thirrja se ka vdek Ruknuddin, shtylla e fesë. Subhanallah, çfarë vlerësimi këta ja kanë bëu ulemaja. Ruknuddin, rukni, shtylla e fesë Imam Neveviu. Edhe ke Damasku dalin ja falin namazin e xhenazës dhe vdek Imam Neveviu në moshën 45 vjeçare. Ka jetu veç 45 vjet. Është interesante të ndërun vllazën çfarë bereqeti të madh i ka dhënë Allahu këtij njeri. Gati, nuk ka shtëpi sot që nuk e ka një libër të Imam Neveviut. E keni dëgju 40 hadithet e Imam Neveviut. Të përkthyme në sa gjuhë, në sa vende të botës është ky libër. Riyadus Salihin që na kemi përpara neve. El Adhkar, një libër me dhikre. Madje dietarët aq shumë e kanë vlerësuar që të librin El Adhkar, saqë kanë thënë ba'id dar washtari al adhkar. Në kohë nevoja shitë shpinë, ama mos e lë pa ble adhkarin e Imam Neveviut. Aq që kanë vlerësuar librat e tij, edhe aq që ka dhënë Allahu bereqet. Kjo është arsyeja pse na kemi marr Imam Neveviun si referencë të këtij takimi ose të kësaj serie. Arsyeja pse kemi marr vepën në Riyadus Salihin është për shkak që libri i ka hadithet të gjitha të sakta. Edhe për shkak që nëse njeriu i praktikon këto hadithe që imamin ai ka mbledhur në një vend, për një me ka me jetu sikurse është titulli i librit. Riyadus Salihin, kopshti i të devotshmëve, bashja e të mirëve. Ka me jetu njeriu me një kopsht, edhe vetë ka me kanë i mirë në këtë botë dhe ka me kanë në kopshtin e botën tjetër. Dietarët e kanë komentuar këtë libër qysh prej kohën kur e ka shkruar Imam Neveviu deri në kohën tonë. E pe asaj që kemi me pat në referencë, e që është njëri prej shpjegimeve më të mirë të Riyadus Salihin, është shpjegimi i Shejh Ibn Uthayminit, Allahu e mëshiroft. Do me thonë, deri në kohën tonë është komentuar edhe është lexuar ky libër. Metoda që na kemi me trajtu librin gjatë kësaj kohë që jemi bashkë, është që kemi me lexu tekstin, atë ku e shohim të arsyeshëm me undal, kemi me undal edhe kemi me shpjegu me fjalët e tona, dikun ku e shohim të arsyeshëm me e kalu në një format shkurt, kemi me kalu. E lutim Allahun që të na mundsoj që këtë punë ta bëjmë vetëm për hir të fytyrës tij, na lehtësoj këtë punë dhe të na pranoj si ibadet që e bëjmë vetëm për hir të tij, ya Rabbel Alamin. Imami e nis veprën e tij me El Muqaddime, parathënia. Edhe në parathënie Imam Neveviu përmend veç 2 faqe. Kjo na tregon çfarë niveli ka pas Imam Neveviu, edhe tregon zgjuarsinë e tij. Nuk ka pas qef me na zgjat shumë. I përmend 2 faqe që unë kam i lexuar këtë së bashku përpara juve. Imami e nis veprën e tij me Elhamdulillahi al-Wahid al-Qahhar, al-Aziz al-Ghaffar, Mukawwir al-Layli 'ala an-Nahar. Thot, falënderimi qoftë për Allahun të vetmin të gjithfuqishmin, falësin fuqiplotin, i cili i ndron ditët dhe natët. Krejt këta thot e bën tadhkiratan li ulil absar, si për kujtim për njerëz e mendjes. Subhanallah, në fjalinë e parë, Imam Neveviu na tregon që pas ka një derë të madh, e që ajo është ditët edhe natët rrotullohen shumë shpejt. Është Allahu ai që bën ndryshimin e ditëve dhe të natëve, thot tadhkiratan li ulil absar, si për kujtim për ata që kanë mendje dhe logjik. Që kjo ka shtyr Imam Neveviu me kon shumë produktiv, për shkak që ditët dhe natët po ecin shumë shpejt. Kjo na kujton i thani të Omer ibn Abdul Azizit, Allahu mëshiroft, thot innal ayyama ta'malu fika. Thot panalo shikoj ditët se si po punojnë tek ti. Nalo shikoj ditët çish po punojnë tek ti. Del pak para pasqyre dhe shikoje se si ke qenë para do vite e si je sot. Ditët po punojnë tek ti. Mirë po thot fasbiqha anta wa amal fiha. Ama ti goto pak
e punon dhe ti diçka me natyrën e tij. Pra Allahu është ai që e bën ndryshimin e natës dhe të ditës. Edhe që ky ndryshim po shihet vetë në trupin ton, po shihet në pamjen ton, që jemi të ndryshuar për çdo ditë. Mirë, po esenca është a jemi të mujt na me punu diçka gjatë këtyre ditëve. Këtë dert e kam pa gjeneratat e para të këtij ummeti. Përmendet për Aliun, Allahu mëshiroft, radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur me të, thuhet se një natë e kam pa në xhami të vetmuar, edhe me dorën e tij e kishte kap mjekën e tij edhe çante. Edhe thoshte, ja dunja gurri gajri, oj dunja, mashtrohet dikon tjetër e jo mua. E i leje të arrat ti, a thët mu ke gjetë për me mdalë për para. E i leje të shawefti, mu thët ke më gjetë me mu zbukuru. Hejhet, largë është aja nuk ka me ndodhë kur. Qat talektu ki thalathen la raja'tu fiha, po të shkurërzoj 3 herë, nuk ka më këthim. Dynja si ka thonë, po të shkurërzoj 3 herë, më nuk ka këthim. Thët, fa umruki qasir, jeta me ty është shumë e shkurt. Çto e ka po dertën ai? Fa umruki qasir, me ty ymri është shumë i shkurt. Mirë po thot, wa khataruki hakir, rrezikun e ki shumë të madh. Ahin li qillatin zad, thot me det, sa pak po mujna me marr me veten e tjetër në botë. Ahin li qillatin zad, wa wahshatit tarik, edhe sa rrugë e vetmume na pret, wa bu'di sefer, edhe sa rrugtim i gjatë. Kështu edhe Imam Neveviu e ka po të gajlën që ditët edhe netët për rrotullohen, thotë na çka po marrëm me veti. Vazhdon Imami edhe thotë, falënderimi qoftë për Allahun, thotë që na ka këndellur prej krijesave të tij. Na ka bërë prej atyre që janë të këndellur. Edhe na ka zgjedhur dhe na ka bërë zahid në këtë botë. Nuk na ka bërë prej atyre që lakmojnë në dynja. Edhe thot na ka bërë prej atyre që e mendojnë shikimin e Zotit, edhe na ka bërë prej atyre që e mendojnë xhenetin. Vazhdon edhe thot çon salavat për pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, dhe fillon edhe përmend një ajet. Thot ka thënë Allahu i lartësuar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Thot ka thënë Allahu i lartësuar dhe nuk i kam krijuar njerëzit dhe xhenet për asgjë tjetër, vetëm se të më adhurojnë. Pra po e nis tash me qenë se nata dhe dita po ndryshoj ka. Njeriu po u dashka me punu diçka në to, të parën që do të me ditë është arsyen sepse është kriju. Nuk të ka kriju Allahu për asgjë tjetër, vetëm se me adhuruat. Vazhdon edhe thot, kjo është deklarata se këto janë krijuar për ibadet. Domethënë Allahu na ka krijuar neve për adhurim. Dunjaja është banim i përkohshëm e nuk është vend i përhershëm. Dhe për argument prap na përmend një ajet që Allahu këtë dunja e shëmbëllan me ujin. Thot Allahu për me shkurtuar ajetin dhe për mos u zgjat shumë të, thot Allahu shembulli i kësaj bote, po sikurse shembulli i ujit që zbret nga qielli edhe e gjallëron tokën. Toka jep fryte, mirë po masën e vjen vjeshta, vjen dimri. Edhe thot Allahu thahet sikurse mos me pasqen kurrë mbjellur. Mirë, Allahu ka sjell shembull për bimet. Pa nuk është edhe njeriu çështë. Jeton, vdes, varroset, sikur mos me pasqen kurrë i gjallë. Prap që të gajlën e ka edhe dertën e ka Imam Neveviu, kemi me vdek, e çka po marrim me vete. Thot Imam Neveviu e përmend një vjersh, një poezi, thot inna lillahi ibadan futana. Allahu i ka rob të urt. Nuk janë këtë rob të Allahut të urt. Thot i ka disa rob të Allahut të urt. Thot talaku dunya wa khafu al-fitana. E kanë shkurorzu dynjan, domethënë i kanë qëndruar larg asaj, nga zemra, nuk e kanë futur dynjan në zemër dhe i janë ruajtur fitneve. Nadharu fiha falamma alimu at'annaha laysat li hayyin watana. E kanë shikuar mirë dynjan dhe e kanë kuptuar se dynjaja nuk ka vatan i njeriu. Kjo është udhëtar. Nuk është vatan të cilën qëndron gjithë. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Andaj dynjan
e kanë bë deti, ndërsa punët e mira i kanë bë anije. Që ta rob të Allahut, dynjan e kanë bë deti, ndërsa punët e mira që i kanë punu për të, i kanë bë anije në të cilën shpëtojnë. Andaj është nimet i madh i Allahut ndaj nesh që na ka bë musliman. Nalo mendo sot për gjendjen e njerëzve në dynja. Sa miliard jemi? Tani pe këtyne miliardëve sa jemi musliman? Tani pe këtyne muslimanëve sa jemi në akidën e duhur që do të me pas? Tani pe këtyne që kanë akidën e duhur, sa jemi në rrugën e në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çdo herë vjen të ngushtu rrethi, derisa në fund shiko pe këtyne sa përkujtohen me fjalët e Allahut edhe këshillat e pejgamberit alaihi salam. Andaj e falenderojmë Allahun që na ka bërë të mundur që më të bunë në njënë për shtëpiave të Zotit, me lexu fjalën e Zotit, me u përkujtu me fjalë edhe me këshillat e pejgamberit alayhis salam, dhe na ka mundësu që me lexu tash libër pe dietarëve të mëdhaj të këtij umeti, sikur se është Imam Neveviu. Lum për ata njerëz që Allah ja ka mundësu një gjatë të tillë. Këta janë ata që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kanë marrë trashëgiminë e pejgamberit alayhis salam. Përmendet në Taberaniu dhe hadithi është hasan, i mirë, se Abu Huraira ka dalë një ditë në treg. Edhe i ka po njerëzit duke shitë, duke blejë, sikur se rëndëm në për treg, mirë po sikur se e urren që ata shumë pak e përmenin Zotin gjatë çdo blejës. Edhe isha të zhytur në tregti. Edhe fillon Abu Huraira dhe thirrën në për treg, o ju ummet i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Thot në xhami po ndahet trashëgimia Rasulullahit të jeni jeni arë këtë po shitni edhe po bleni. Atër njerëzit kur e dëgjojnë se në xhami po ndajnë njerëzit trashëgimin e pejgamberit alayhis salam, me njëherë vrapojnë për xhami, edhe e lajnë shit blerjen. Kur shkojnë në xhami, i shohin disa njerëz të lexu Kur'an, e disa të u këshilluar me njëri tjetrin, e disa duke mësuar për halalin edhe për haramin. Nuk shohin diçka të jashtëzakonshme. Kthehen tek Abu Huraira e thonë, Abu Huraira, ku është ai trashëgimi? Na kem xhami, thot, po çka pat? Thot i pam këta njerëz. Atëherë Abu Huraira i thot, e kam dëgjuar të dashurin tim sallallahu alaihi wasallam duke thënë, el ulema'u warithatul anbiya. Ulemaja, dietarët janë trashëgimtarët e pejgamberëve. Na pejgamberët as nuk kemi trashëguar dinar e as dirhem, por kemi trashëguar dije. Dhe qaje që e keni pa jo, qaje u kanë trashëgimi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj, kjo që na jemi duke e ba, e konsiderojmë se është një diçka pe trashëgimisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në fund të parathonjes së tij, imami thot, për këtë vendosa, do të thonë për këtë arsye, që më ia lehtësu njerëzve se si më urujt nga dynjaja, edhe si me udhëtu drejt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vendosa thot me e ba një për mbledhje të haditheve, e thot që gjitha ato me lejen e Allahut janë të sakta. Në fund, dhe me këta me përfundu, imami ka një kërkesë për ata që lexojnë veprën. Imami e ka një shpresë edhe prej neve kërkon një favor, edhe thot, wa arju in tamma hadha alkitab an yakuna sa'iqan lil ma'na lil mu'tani bihi ila al khairat. Thot shpresoj se nëse Allahu ma mundson me përmbyll çet libër, ky ka më bë libër që njerëzit kam ja kallëzu rrugën e mirë. Thot edhe kam i largu prej të keqes, edhe ka më bë ndales prej veprave shkatruese. Thot e los çdo njeri që e lexon edhe që shërbehet me këtë libër, en yad'u li, të lutet për mua. E ka thonë këta para sa vite. Thot e kam një kërkesë, thot ai që e lexon këtë libër, le të lutet për mua, wali walideje, mos i harron thot edhe prindët e mi, edhe hoxhallarët mësuesit e mi, dhe të gjithë muslimanët. Allahu qoftë i kënaqur me imamin ton, e shpërbleft atë dhe familjen e tij, të dashurit e tij, hoxhallarët dhe shujuhët e tij, dhe të gjithë ata që vinë pas neve deri në ditën e Kiametit. Për me pas se çka e nis imami librin, me cilën kapitull dhe me cilën hadith, na e lajmë në takimin ton të ardhshëm, inshallah. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.